Liçeni i Shkodrës është shpallur nga UNESCO rezervë biosfere ndërkufitare, duke u përfshirë në rrjetin botëror të rezervave të biosferës. Ky status vlerëson rëndësinë e veçantë ekologjike dhe natyrore të një prej pasurive më të mëdha të rajonit. Kryeministri Edi Rama ka publikuar një video nga liçeni i Shkodrës, ku e cilësoi këtë si një lajm të bukur për Shqipërinë dhe trashëgiminë e saj natyrore, duke theksuar se përfshirja e liçenit të Shkodrës në rrjetin e UNESCO-s është rezultati i punës diplomatike dhe i kujdesit për ruajtjen e kësaj pasurie natyrore. Me kënaqësinë e një tjetër lajmi të bukur për Shqipërinë e gjelbër dhe trashëgimin tonë natyrore, futjen e liçenit të Shkodrës nga UNESCO në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultati i punës sonë diplomatike, po edhe i kujdesit me përgjegjësi për këtë pasuri shqiptare që i shtohet thesareve të botës së mbrojtur nga UNESCO. Ju uroj një javë të mbar, shkroi Rama. Statusi i ri pritet të kontribuojë në forcimin e mbrojtjes së ekosistemit të liçenit, si dhe në promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm të zonës.